Design. Faleminderit. Po shkojmë te kryetarët e komunave apo zavendësit e tyre fillimisht të kërku falje që i kena banu. Me duar trokiti na kërkojnë falje zakonisht. Te kryetarja komunës son Gjakovës, demek Mimoza Kosari. Mimroma Vizlila, se be harreqit vizën gjithë. Apo në thë Mimoza Kosari viz? Ski i me që asti që në hek vizat, ta? Si pople, ja? Mimoz uri me viteri, po ma bukër e uron ti. Faleminderit shumë Besim, mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma për gjithë teleshikuesit, nuk kam asnjë dyshim që sonte ke qenë më i bukri, edhe më i mrekullueshëm në krejt kanalet. Politikan bre fill të rrejt. Për shije nuk diskutohet ka dale. Na që ati mu më pëlqen, e ki u për shansën. Unë e qatë qefe kom. Qashtu pra. Mu më pëlqeve sonte. Unë e faleminderit shumë, Mimoz. S'ka përse. Kur dush? Në dhe thuj benit në të merë Jo, me ka dale, mësër malife. Zdyti, du me të falenderu gjithashtu ty dhe krejt ekipen tonde, që kanë qenë të mrekullueshëm sonte, por gjithashtu që gëzimin edhe haren na sollen Gjakov. Na e kemi një thonjë Gjakovarët, po tash po m'duket që edhe këta mysafirët e me këtu, kryetari Mitrovicës, ky LDK-s nuk vedi shka pëdo ti këtu? Do ata kom thyrë si shak. Ky jo si pushtet, më falja. Po, këtë deputet. Fill pushteti mu len në tavolinë të kryetarëve. Bardhëll ka dale. Përfaqësuesi i komunës Ferizajit, përfaqësuesi i komunës Prishtinës, s'pëtutem Gjelal sonte i ardhë kështu mirë, paqësor, në rregull. Pa altia, pa kur gjohë, rregull, mirë në Gjakov edhe na paqësor. Jena këtë paqësor, jena bo këtë viti me paqe dhe dashurina ka shku. Por, gjithashtu një gjamë duhet mi thonë, edhe këtë mesazh e kom edhe për gjithë tjertë, ta kuptoni që pa një Gjakov të mirë dhe të zhvillume nuk ka Kosovë. Apo tash, pa fat. Shtë që faleminderit që ja keni vitin në barë, krejt Kosovës, mi a dërgu mesazhin në janar 2015 prej Gjakovës. E tash e kom një koment për vallet. Tash i për cilë qa valle njëherë u mundu mi u dhegjë diçka boni Ylberi, Drenica, qka po di u mundo ke jo shkoni andej, shkoni këndej. Ma ndej e mu një sreti, lapi, golaki. Vla, kur ja tha Gjakova, s'ka, prap kena mu këty. Për Gjakovë se tash kur folshim për politikë, se s'po muj mi ikë politikës, tonë kohën a thëshin, hajtë se bolgate keni pas jo. Po përshijet që këta e morën, e pështellën, e ndrydhën, e shtrydhën, e badi hava, koha jam po vjen. Vish livorja u metë. Ja, jo koha la, tash e u shep. Qa të bujnë vërshit? Ja, veç shlirë diçka, duhet me thonë që duhet tamam e kena nicë me kom të mbarë, se qeveria u votu edhe u konfirmu me 9 dhjetor ke dita antikorupcion, dita botrore antikorupcion. Kështu që po shpresoj edhe po besoj që dojmë shku mirë. E për ndryshe, dzen ty për tapin duhonin tine za ty për mas. Unë e kom shel njonin sy edhe humën e për ju që keni pi duhon mrenda, 2015 Smoke Free Gjakova edhe Smoke Free Kosova. Mimoz edhe ju politikan tjerë, nëse regjia ka gati, shikus të ndëruar... Apo me uru tash mirëqenje, shumë asi se fuli gatune, tash ta vetën krejt. E diune, pa hek për rrymis kjo, s'di mu njallë, po hajt. Benzi mërë dhrendi, djallë të pritu as me këcy, as me hongër, as... Nese, me pike na pi. Mira, mashallah, që vesh fanire kena, falimit njerës. U Allah unë e du. Mimoz, vish një shka mu kujtu që tash për qëto politika, se në iba një farsan dhe e posh, e në hajt pak as dikush. Krisi Pushka, Najdul Flaka, u bo bashk, Ornella edhe Ricardo Kaka. Që sa bukër atje, që sa bukër. Kush është kjo? Miss Nejse dhe Mr. Nejse. Bravo regjia! Mimoz, na uron tash mirë qenje këto që keni fjallë t'ju politikanë këtë njësaj. Si për mu, si për ty, si për krejt, unë uroj që vitit 2015 për kundrejt krejt politikave, tjetë mas pari vit për zhvillimin e Kosovës, vit i qytetarëve të Kosovës, që t'i kenë tavolina të plot, që t'a kenë zemrën plot, e mbi gjitha t'a gjenë ngrotësin familjet e veta. Edhe këtë vit 2015 unë e di që e kam prit shumë familje me syt nga telefoni duke prit thirrje prej atyre që ju kanë ik muj nëntor, muj dhjetor.
kjo është edhe me fajin ton, edhe me fajin e Evropës që na lat izolum, se po mendojnë që çka ka që po na gjen atje. Unë e di që ata do të kthehen, edhe shpresoj që të jemi bashkë të mençur, që të gjejmë vend për gjithë, që të gjithë të rahatohen në vendin e vet. Se guri mas randi peshon tokën e vet. Bravo Mimos. Mimos, një pyetje të shkurt pas se shkojmë në Mitrovic. Zakonisht njerëzit, pasojmë, me kalimin e kohës njëri gërditet prej marakët, garderobës, gërditet prej kerrëve, ngjihesh dikur. Pse politikan kurs për gërditet vi hajnis? Për mdoket mi marrin ato hapat kundër trubullimit, para se me shku shtëpi. Nuk e min, viç vjedhe Edhe nuk unë e... jam politik, më besim, shka me thonë për atë punë? S'pa di dhe tash qysh është, a mundesh na shpjegun masi e ke përjetu vetë? Jo, unë se kom përjetu që ata që shme thuti. Hajde Bijakove të shkojmë në Mitrovic. Që tha e dita, po është ku shka Mikoma, me siguri Këpurdha. Jo Agibin. Agib mirë mbrëma aukzove burr që erdhi viti ri, edhe atë kara pa prita pa kujtuat, ka kallzu bexheti. Spare, faleminderit shumë që më keni fituar. Ju përshëndes gjithëve, nuk duhet të ceku me emër si Moza. Unë si Lapi, si Gollapi, si Gjakova, janë gjithë për mu njëjtë. Sigurisht që po. Gjithë janë vllazërit dhe motrat e mia dhe unë ju dëshiroj çdo të mirë në jetë. Qa pas ke pas babën e fort. Agib, që shkalove sonte? Jashtëzakonisht mirë. Je marakli i muzikës? Sigurisht që po. Cilën këngë të mja njës pak, vesh një straf. Nëse, hajde se dhe ti e bukur i qëtu dhe këngëve, afro pak qëtu. Shumër burë, hajde mërë burë, merë e mikrofon të këndi, vesh pak një straf. Merë e të këndi, vesh pak ma shpet. Se o ka të marrë viti 2016 dhe erë dhe ti, hes për mo. Prapa, mas e vetë që për kërkani një këngë, ju duhet me ditë që me 16 janar e vorrosëm eshat e isa buletinit, i cili që 25 vite janë du më shef në për vend dhe pa vend, dhe tajt kemi arritur që me 16 janar do t'i vorrosëm dhe të kënej këngën për isën. Nisi Agim, një straf që ti. Ministrit në Londër shkune i thanë, isa boletini ja i vetë kartë, banalë ti more o dhe surot e barni. Duhet prit qysh është zakoni, por kujtes ma kontrolloni. Ju general mëre, vetë vetën ma shoqëroni. I saj me kokën e lartë, kratë gjamadonit i rishën jartë. Si Shqipënjat, amor kuroj hap kratë. Shka u bua Agim e që të Këpurdha? Agimi ka premtua për vend të pune dhe me jek lotët e nanave nga sytë. Këpurdhat ku janë vlla? Këpurdhat janë nisë, fabrika o nisë. Se s'ki premtu ma mirë që ku të vjen ti në kryet komunës Mitrovicës ka me prushi se Këpurdhat vetë dalin, po premtojsh e Këpurdha. Jo, A i shiu i shargjët qysh? jo, nuk janë ato këpurdhat shivt. Qëfar Ato janë këpurdhat të kultivume që vinë nga Azia, pikërisht nga Japani. Dhe makineria e këtyne këpurdhave, kësaj fabrike ka nërë tanit një vjetë, dhe prej birokracisë të fort nga pushteti qendror mu nuk më kanë lejuar, me dhe në shfryzim tokën dhe tanit të këmë tokën e familjes dhe e komunisë. Po, A ja ka një spurta ta? po ja ka nisë me në maj mund është me kërkua, me hangër dhe me prëvue. Këpurdha Sony, Japane. Me gisht, tash skrit. Jo Sony, po Shitake. Shikaki? Po, Dashta me të vetë? Po nejse, se tash. Ja, dashta me vetë, për shemull, Afrimi Galopeni thaj kum pas 200 simpatije vetë dashnore një gru. Po thëmë, nejse.
Unë e kam vetëm një grua dhe se kam tradhtu asë njëherë që 35 vite. Se ke tradhtu? Jo, absolutik. Demode, politikan. Unë si jam politikan, jam biznismen dhe ju marrë me ndimu këti vend dhe këti popë. Allash. Dhe ne, biznismenët jemi të fuqishëm, jem shumë besnik dhe jem shumë të guximshëm. Për ata dhe këmë marrë komunën e Mitrovicës dhe të të marrë gjithë Kosovë. Më shpi ditë kuj ka mandë që tash Begjet Pacolli. Begjet Pacolli ka matë të popli, A jo, a si kanë i kryja? cili ka dhënë shumë për poplin, po ky popull nuk ja din atina, taj dhe ka ditë vlerën, dhe taj do të din vlerën e Begjetit. Dhe gjithë njeve që dëshirojmë, të ndihmojmë këtij populli. Hashim tha që atë pëlqen si politikan? Hashim tha që duhet me ditë që unë e kom luftuar, Hashim tha që do të luftoj deri në fund. Mi luftu? Se për shabas e rrë shqiptarë dhe aj. Jo, njerët që mendojnë vetëm për vetë dhe korporacionet e tyre për mua nuk janë kësaj toke. Ne duhet gjithë zbahëm bashkë për të ndihmu këtij populli, se ky popull është i varfër dhe ky popull e meriton shumë për të ndihmuar. A, me që të vjersh, da keni bo si ajo 100 gjivogël rimendushëm. Absolutikisht jo, Ja vjersh. absolutikisht jo, ju më në marrë Mitrovicën dhe me pa ndryshimin. Mirë, këtë shok që e ka Mitrovic për më shojnë zile pi fukara lujkin, për duna mi thirrone. Ku agimi? Unë që një më të mujë që jam në pushtet, i kom nënshkrua 185.000 euro kontrat për fillimin e punëve. Gëzuar agim. Hajde për japi mikrofonin Bardhylit, së është kryetari kur farë komune, po e kemi thirë si shok, si gazetar, edhe si deputet, apo Bardhyl? Po, si Shka ta burmene për këtë ditëri? Që në erdhë? Shumë mirë, sonte jam knaq këtu, në Gjakov më duket mirë, Mimoza më vërtet ka pru atmosferë në Mitrovic, Gjakov, kolega në Mitrovic, po kë tha një fjallë dhe më pëlqej shumë, tha nuk e kum tradhtu grunë 35 vjetë, unë jam i sigur se edhe Mimoza edhe kolega këtu i Mitrovicës kanë me tradhtu partinë, ka ardhur koha e Lidhjes Demokratike të Kosovës. A, hala ka LDK? Ka LDK hala, biles unë më du të me thonë ma përgjithësi se gjithherë, ka marrë përgjithësinë për qeverisin e vendit. Një kohë kur krejt përshëndetjet prej krejt botës na vinë, se duhet e mira ta mund të keqen këtë vend, edhe shumë thjesht, hajna të mburg, zot të meqmit të përparum, Cili politikan për në të pahim bot mas naj? Po, ta shohim. Ta shohim, si të arrim me da shapin për sheqerit, unë jam i sigur se shumica në këtë vend janë të mirë, janë të pastër, e dojnë këtë vend. Kosovarët kanë arrisit vetëmit në botë, mos harrojmë janë edhe 83 kombe tjera që nuk e kanë gëzu shtetin kur, që jetojnë si pakica dhe pse janë shumë milionshme. Kosovarët kanë arritur më thonë me bërë shtetin e vetë, tash kanë me arrit mi dhonë kuptim edhe lirisë, edhe demokracisë, edhe zhvillimit ekonomik. Bardhyl, më pëlqen si njëri edhe që shkruan shumë bukur, po një pyetje shumë shkurt me përgjigje edhe më të shkurt. Mundohu mu përgjigj meshim si PDK-ja. Shka u bo që i latë vetë-vetdosin e AK-në? Na kem pas sinqerisht vullnetin më të mirë me e bo një ndryshim ma në këtë vend. Dule 100 pengesa, po e thom edhe njëherë atë fjallën që u bo në shtabajat në ato 6 muj, se shteti me vërtet ka qenë i kapun, edhe kryetari komunës Mitrovicës foli se i ka nejt makinerit 16 muj, edhe se nuk është letë në këtë vend gjithmonë me e bo përparimin, po unë besoj se tash në këtë formë, pas pengesave që i patëm edhe me gjykatë kushtetuse, edhe pengesave tjera, me gjithat keme arrit me bo ndryshimin e madhe. Me këtë fjallën ku po thuni i kapen, apo më ndoni kaps kështu, e di që thot? Edhe kaps. Se ma në fond e bot që shtra Jakobsoni, se s'keni faj, 6 muj një konë kaps. Po, nejse Jakobsoni edhe Amerika dhe 99-ën ka folë, na ka ra mirë, na ka hjek atë kapslakun. Ani. Edhe tash besoj se na Mimos, pse që ku në kështu ka qipa ftyrë, bal mirë pjo për qëtëli politikaleve ku pëtë në ru, a mirë pjo për në atyne. Bardhyl, metaj. Bardhyl, kalojnë mikrofonin te kusht ka qunë zavënsime dhe kushini ju. Unë jam Gjaviz Zariqi, nga komune Ferizajt, nën kryetari komunës. Sonte jam në vendin e kryetarit komunës realisht, sepse ai ka qenë i ftuar, zoti Marrem Sfarqa. Unë të përgëzoj për një organizim të tillë, të një mbrëmje festive me rastin e vitit të ri, njerit ju uroj vitin e ri me dëshirë që të ketë vërtet ndryshim pozitiv, siç kanë premtuar partitë politike që e the,
Po që realisht nuk i realizu premtimet. Kërkur se realizan. Po. Ata shubo adet aja është. Vërtet ishte një atmosferë e jashtëzakonshme që është merite juaj dhe stafit juaj. Për mua ishte kënaqësi e veçantë. Besoj që duhet punohet shumë më shumë në vitin 2015 në mënyrë që s'pakut ndërpritet ky emigrim i madh që është ka ndodhur i të rinjve të Kosovës që fatkeqësisht kanë metë pa perspektivë në këtë vend. Faleminderit gëzuar Ferizaj. Hajde Ferizaj uroj. Kalojmë te vetëvendosja. Këta e në la interesanta. I nalen vote, i nalen pullate. Po de, mirë mroma mirë se vjetë vetëvendosje. Mirë mroma mirë se Ta për mujën ma atraktivat në emision, kër i kemi në oksigen kështu regular. A u lodhe? Jo. Po bli ho tu kësyna, thuti jena Gjermën, Amerikan, këshe pun t'i kena mire, kënej kërkuneq. A mi të bile një dit, po nuk për dia është një prilli, a nota viti 3. Qyre, në gjithë tavolinë është një prilli, po më kretë kënej është... Po te... Po pajtona. Besim edhe par vjetë e kena fjesë të bashkë. Po... Veç atëherë e konë veti dytin në drenë cakë. Leonora. Po më do këtë i ke marrë erë të saj punë. Cilës puni ku marrë erë? Humësa? Për shkak të hunës, po më do këtë i ke marrë erë punës. Badjava ke mu shlapjan, se Isa është gollak. Cili Bile... Bile... Qa që bu qullë që s'pe di mas qka është asë ku është. Kush? Isa? Ani. Qëli isë qaj që ta nisë. Partin e re. Që shdo me na uru vetë vendosja, a thu vitin e ri? Po, unë definitivisht i uroj që Kosovën të gjej fati Prishtinës, kurse se Prishtinën të gjej fati Kosovës. Ky popull, ky vend meriton shumë ma mirë se sa që ka përjetu deri tash. Mendoj që ndoshta për fillim do ditë më të vështira, po definitivisht që do të apresin ditë më të mira. Faleminderit. Faleminderit shumë, Mimos, faleminderit Agim, faleminderit të marrim qëta mikrofona. Shka do një, muzik apo shka? A shkojmë, a ta marrim dekon për Shqipnis? Fatmire Breqani. Hajde Fatmire! Faleminderit shumë. Fatmire, faleminderit shumë që nuk i bashkan gjitë sonte, urime vitërit, falat tropojës e gjithë Shqipnis. Faleminderit edhe ju gëzuar, faleminderit për ftesën edhe ndjem shumë e privilegjuar që jam unë nga Shqipëria me vëllezërve dhe motrave të Kosovës. Fatmire Breqani! Faleminderit dhe gëzuar. Faleminderit! Ora 12 ka kalu moti që na shqiptar shfarbaksuza, a petën 2014 ku ka met mas. Me duar trokitje, eftojmë paraglajdisten e cila ka bo fluturim enkas për oksigen, Arpnora Gosalci vjen në skenë. Që e njëri që ka fluturu. Gëzuar Arpnora, faleminderit paraprakisht për gjithat mund që ki marrë me fluturu. Gëzuar krejt juve, gëzuar krejt njerëzve që kanë po në përshpia gjirimin, unë u vesha u bona gati edhe edhe. Ku boj? Po. Sa metra shkove ne, se ki matë? 1.400. A pritove mi bo këtë punë për oksigen? Jo, tamam puna. Arpnora, du mi kaltu t'i shka dhe më falë, jo për nina. Na në emision kem sponsor, edhe dojmë i bo kësi soj. E mërkure, dejtë mërkuren, një javë dit, kush merë lajka mas shumë ti, ka me marrë shpërblime. Prej Binit, kompanis Bini, prej Eko Frutit, klinika amerikane, kush ka nevoj shërbime falas, Universiteti Dardania pashtu, sponsorion Vala. Dojmë i matë me lajka, prej sonte dhe të mërkuren tjetër. Ndërsa për Arpnoren, me njëherë, një dhërat nga sponsori Vala, e ki telefon të meqëm fort. Po.
Faleminderit. Edhe ju që merr një like ka shumë varet çfarë atmosfere dhe çfarë disipline kallëzoni sonte. Faleminderit Vala. Arbnora, urime telefonin. Faleminderit shumë. Urime dhe juve krejtve. Une po du me kallëzu pse fluturoj, pse prej naltit nuk shihen beturinat. Po, a? A në qështë për më shike mu balli gati jom. Arbnora Kosovce me duar trokitje. Bravo Arbnora, faleminderit shumë. Vjen Adelina Thashi me duar trokitje. Hajde Adelin. Me mama zuar vitinerin me burrin ton, fola me bardhyllin. Ta shumë kamet. Qa tha? Që ato i për partit isha folqin. Ju mësë qëllë të isha veshin politikare, visha kesha pa lidhe. Po, të interesant. Të natën Niva të ta bajt dertin, ty qysh kemu martu, e pëse s'po martosh, e qysh m'ju paraqit femnave, ti bre vlla, fol ma pak, pun ma shumë. Qyri reklamat, sa reklama ka bot, bojmë operacionet hunave, prejmë vesh. Po, Kështu që shka, bënë hunën operacion, dy premje i pas në, dy premje, vesh edhe hum. Po pra, tja i ki pa spitalit që mbosin treg me dalj, bojmë operacionit zemrës nga 1.000 euro në 500 euro. Ku ki pa kështu vishë në Kosovë. Pazorën, kofse i ki, 3 zemra, ma lirë ta bojnë. Po, definitivt. Kështu që ngëm të mu se kime pas sukses. Atë bre, Adelin, që ma ke dhonë një këshilë të mirë, bre. Në të shasyt? Shish farë kryese në ka ardhë në studio. Është në pyetje gjenetika, bre. Po, a? Pse? Adelina Thashi! Faleminderit. Ta dëgjoj me knaqësi. Një dhurat për vajzën, dy lule të bardha moj, një
Faleminderit shumë. Urime në festa dhe njerë. Ju uroj mas shumë t'i shnet. Tjerat vinë tani një ka një. Urime vitiri këtë botës. Adelina Foqi.